Banka e Shqipërisë vendosi në fillim të dhjetorit 2025 të jepte miratimin paraprak për licencimin e bankës Jet Bank për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë. Ndryshe nga të gjitha bankat e licencuara ose të blera në 20 vitet e fundit, aksionar kontrollues në shoqërinë që përfaqëson bankën e re, të paktën deri në këtë moment nuk është një kompani për një individ. Sipas Bankës së Shqipërisë dhe ekstraktit zyrtar të shoqërisë, në momentin e aplikimit për licencë, kompania Jet Albania sotrohej nga shtetasi britaniko-izraelit Idan Avishai. Avishai është identifikuar zyrtarisht në Shqipëri si shtetas britanik, i lindur në Hadera të Izraelit në 8 janar 1980. Kapitali fillestar i regjistruar i kompanisë është vetëm 3.5 milion lekë. Idan Avishai ka mbajtur deri tani një profil të ulët dhe informacion publik rreth tij është i pakët. Përfaqësues zyrtar i aksionarit në procedurën e licencimit ka qenë menaxheri nga Izraeli Gal Bardea, ish drejtori i përgjithshëm i Bankës Digjitale Izraelite, Oneo Zero Digital Bank. Bardea ka qenë personi kyç në kontaktet me Bankën e Shqipërisë dhe në procesin e rekrutimit të stafit, duke përfshirë dhe menaxherët e lartë të Jet Bank. Ndërkohë, përvoja deri tanishme aksionarit të vetëm zyrtar të Jet Bank, Idan Avishai, sipas profilit të tij në rrjetet profesionale, është e lidhur kryesisht me aktivitetin e platformave të tregtimit online ose siç njihen në zhargonin financiar, platforma Forex. Në një nga platformat profesionale, Idan Avishai, prezantuar si pjesë e Leader Capital Online, e përshkruan veten si një profesionist inovativ dhe me përvojë në marketing me një përvojë të fortë në sektorët e tregtimit online, duke përfshirë kontratat për diferencë dhe këmbimin valutor apo Forex. Ai është gjithmonë në kërkim të sipërmarrjeve të reja emocionuese online, CFD dhe Forex, duke demonstruar angazhimin e tij për të avancuar peizazhin e tregtimit. Me vite përvojë në karrierën e tij, Idan Avishai vazhdon të shtyjë kufijt, duke eksploruar zgjidhje inovative të marketingut të përshtatura për tregtimin CFD dhe Forex, duke kërkuar gjithmonë të rrisë angazhimin e përdoruesve dhe të përmirësojë përvojat e tregtimit, thuhet në profilin e tij. Në regjistrin e bizneseve të Britanisë së Madhe, shtetasi Idan Avishai, datëlindjes janar 1980, rezulton aksionar dhe drejtor në Son Management Ltd, kompani e regjistruar në vitin 2017 me objekt kryesor aktiviteti, menaxhimi dhe konseluencën në aktivitete jashtë menaxhimit. Në regjistrin e bizneseve të Britanisë së Madhe, shtetasi Idan Avishai, i datëlindjes janar 1980, rezulton aksionar dhe drejtor në Son Management Ltd, kompani e regjistruar në 2017 me objekt kryesor aktivitet, menaxhimi dhe konsulencën në aktivitete jashtë menaxhimit financiar. Në regjistrin në fjalë, Idan Avishai nuk figuron ende si shtetas britanik, por shtetas izraelit dhe rezident në Izrael. Ai besohet të ketë marrë shtetësinë britanike vetëm vitet e fundit, duke qenë se pasaporta e tij britanike, me të cilën është identifikuar në aktet juridike të regjistruara në Shqipëri, rezulton e lëshuar në 2024. Në profilin e tij në rrjetin profesional LinkedIn, Idan Avishai deri para disa javësh e lidhte veten dhe me platformën e tregtimit online ForTrade. Pasi i dërguam disa pyetje për të komentuar lidhjen e tij me këtë platformë, emri ForTrade u fshi nga informacioni prezantues në profilin e tij në LinkedIn. Kjo platformë, që vepronte fillimisht me emrin F's Leader, u raportua publikisht në 2018 nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për ushtrimin e aktivitetit financiar të palicencuar në Republikën e Shqipërisë. Burime nga tregu bëjnë të ditur se një gjë të tillë ka bërë dhe autoriteti homolog në Kroaci. Pavarësisht kësaj, platforma ForTrade vazhdon të ofrojë shërbime investimi për klient nga Shqipëria, madje në të ekziston dhe një seksion me informacion në gjuhën shqipe. Besohet se shërbimet për Shqipërinë ofrohen nëpërmjet degës së kompanisë në fjalë të regjistruara në Serbi. ForTrade është një rrjet me kompani ose zyra të regjistruara në vende të ndryshme si Britania e Madhe, Shqipëri, Kanada, Australi, Mauritius, Izrael dhe Serbi. Të gjitha regjistrimet e disponueshme publikisht, kompania nuk raporton direkt persona ose subjekte me kontroll domethënës apo influencues. Entiteti i fundit kontrollues është raportuar nga Audina Treuhend AG, një shoqëri e regjistruar në Liechtenstein. Kjo kompani funksionon si një trust i pavarur ose shoqëri që vepron si palë e besuar dhe administratore aseteve të personave të tretë. Njëri nga personat e emëruar fillimisht si pjesë e këshillit drejtues të Jet Albania, Oliver Hammer, i zëncuar më pas, është gjithashtu shtetas dhe rezistencë në Liechtenstein. Ai rezulton drejtor në CMC Corporate Management Consulting AG, shoqëri e regjistruar gjithashtu në Liechtenstein. Nga informacionet publike në rrjet, nuk rezultojnë lidhje direkte të tij me Audina Treuhend apo ForTrade, por Oliver Hammer gjithashtu rezulton i lidhur me një platformë Forex të quajtur Forex,
që është sinjalizuar në vitin 2019 nga Autoriteti Britanik për Mbikëqyrjen Financiare për aktivitetet të paautorizuara në Britaninë e Madhe. Në njoftimin e FCA-s, platforma Forex zotëroi nga GRF Europe O, shoqëri e regjistruar në Gjermani me drejtor menaxhues pikërisht Oliver Hammer. Një paralajmërim të jashtëm për këtë platformë kanë lëshuar dhe autoritetet mbikëqyrëse të drejtave financiare në Irlandë, Australi dhe Kanada. Emri Oliver Hammer rezulton në bazën e të dhënave offshore Lex Database që përmban informacione për kompanitë e regjistruara në parajsat fiskale dhe individët e lidhur me to. Licencimi i Jet Bank përfaqëson një shmangje për politikat e deritanishme të licencimit të ndjekura nga bankat e Shqipërisë, që për vitesh kanë përjashtuar mundësinë e dhënies së licencave apo aprovimit të blerjes së bankave nga aksionar pa përvojë në sektorin financiar në përputhje dhe me rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Vitin 2019, që nga grupet më të mëdha të biznesit në Shqipëri, Balfin, u detyrua të hynte në partneritet të përkohshëm me bankën nga Maqedonia e Veriut për të marrë miratimin për blerjen e Tirana Bank. Jet Bank ishte subjekti i dytë që mori këtë vit miratimin para prak nga Banka e Shqipërisë për të hyrë në tregun bankar pas bankës turke Ziraat. Në një intervistë për Monitor, Fatvar Darino, CEO i Jet Bank, u shpreh se banka është në pronësi të Jet Holding, një konsorcium kompanish ndërkombëtare me qendër në Amsterdam. Sipas saj, struktura e pronësisë nuk përfshin aksionar individual të drejtë, por realizohet përmes shoqërive që kanë investitorë të ndryshëm dhe pronar përfitues përfundimtar të identifikuar në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregullatore. Megjithatë, deri në këtë moment, Jet Bank refuzon të bëjë publike listën e aksionerëve dhe pronarëve përfundimtar përfitues. Sipas saj, të gjitha shoqëritë aksionare dhe pronarët përfitues përfundimtar kanë kaluar procesin rigoros të vlerësimit fit and proper nga Banka e Shqipërisë, duke përfshirë verifikimin e integritetit, burimit të kapitalit dhe përputhshmërisë rregullatore në përputhje të plotë me kuadrin ligjor shqiptar dhe standardet europiane. Megjithatë, Rino pranon se Idana Vishaj është një nga investitorët kryesor përmes strukturave përkatëse e ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në fazat e hershme të projektit, por nuk është aksioneri vetëm dhe nuk përfaqësoni vetëm pronësinë e bankës. Përveç kuadrit ligjor dhe rregullator që përcakton kërkesat e detajuara dhe specifike, Banka e Shqipërisë ka miratuar qysh në 2009 një dokument të posaçëm për politikat e licencimit të subjekteve bankare. Në këtë dokument, Banka e Shqipërisë shpreh se si inkurajon hyrjen në treg subjekteve bankare të cilat mund të konkurrojnë me subjektet ekzistuese dhe që kanë premisa për të zhndruar në pjesëmarrëse të rëndësishme të sistemit tonë bankar. Kjo kërkon subjekte bankare me vizion të qartë zhvillimit, cilësi konkurruese, përvojë në industrinë bankare, mbështetje në know-how dhe kapitale të fuqishme. Banka e Shqipërisë do të jetë e vëmendshme në mënyrë që sistemi bankar të mos mingarkohet me subjekte bankare të vogla, të cilat operojnë në një pjesë të kufizuar të tregut, pasi kjo mund të cënonte qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e sistemit. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë shpreh se pa cënuar parimin e barazisë dhe trajtimit të njëjtë dhe jo diskriminues të kërkesave për licencë bankare, në procesin e licencimit inkurajon hyrjen në treg të bankave të huaja me reputacion dhe besueshmëri të lartë, dhe që vijnë nga tregje të zhvilluara dhe të konsoliduara. Këto grupe bankare karakterizohen përgjithsisht nga një shkallë e lartë e standardizimit të praktikave të administrimit të rrezikut. Fakt ky që nënkupton se të njëjtat teknike të administrimit të rrezikut aplikohen në vendet e zhvilluara, do të mund të zbatohen në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë grupin, pra dhe në atë pjesë të tij që ushtrove veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë. Lidhur me iniciativat e individëve apo bizneseve vendase apo të huaja, pa përvojë bankare për të krijuar apo për të blerë pjesëmarrje influencuese në subjektet ekzistuese bankare. Banka e Shqipërisë inkurajon të sigurojnë për këtë qëllim partneritet të qëndrueshëm në strukturën e kapitalit aksioner me institucione bankare që zotrojnë ekspertizë, besueshmëri dhe reputacion.